kërkuar informacione nga jashtë, por të lloj të ndryshëm. Më saktë, Romiri ka kërkuar një lloj informacioni nga jashtë dhe vajzat një lloj tjetër. Romiri ka qenë shumë më specifik në kërkesën e tij, ai ka dashur të di lajme mbi të ardhmen e vajzës, sa i takon shkollës, masterit, si një prind i shqetësuar për fëmijët, krejt legjetime është të di se ç'bëhet me to. Ndërsa Vanessa dhe Soni kanë kërkuar informacione se si po duke në publik, se si po shfaqen në publik, se çfarë mendon audienca për to dhe se si po kalon ferma në sytë e publikut. Unë do të kënaq pikë së pari Romirin. Romir, kam një mesazh për ty të cilin po e lexoj pikë siç e ka dërguar Jodbi. Babi, për menaxhimin e artit e kisha live, për filmin ishte video call. Masteri i filmit më doli, jam pranuar, kurse menaxhimi i artit jo. Mendoj që ishte, jo nga që fola më shumë se ç'duhet për filmat gjatë intervistës, por po pres edhe një konfirmim të fundit për bursën. Besoj vjen nga mesi i majit. Unë nuk kam vendosur gjë akoma vetë, por po doli dhe bursa, besoj do e bëj masterin. Por ka kohë për ta marrë vendimin përfundimtar. Të gëzon ky lajm, Romir? Shumë më gëzon. Kisha merak sepse bëhet fjalë për vazhdimsinë e studimeve të vajzës mbas mbarimit të bachelorit që e ka këtë vit në korrike dhe kemi qenë merak domethënë të gjithë të themi familjarisht për vazhdimin për masterin, por lajmet që kanë shumë të mira dhe edhe tani jam i qetë. Okej, më bëhet qefi. Faleminderit shumë. Edhe i put. Kaltin Kamxhan. Dashur mami. Kamxhan. Ndërsa për juve goca, Agaj ka 2 forma të informacionit nga jashtë që keni kërkuar. Ju duhet të zgjidhni se cilën formë dëshironi, cilën formë para preferoni. Në kohët e sotme dëshironi që të pyesni ChatGPT? Jo. Apo të shikoni titujt e portaleve që ju përkasin? Atëherë, në radhë parë dua të falenderoj juve si produksion që gjatë gjithë kohës më keni sjell lajme nga IMEBI, që është mirë dhe nga familjarët e mi. Lajme për fëmijët patjetër, lajme për fëmijët nuk janë lajme, është për kujdesje. Dhe këtë gjë nuk doja që unë ta ndaja publikisht, sepse unë i kam marrë non-stop këto informacione, çdo ditë madje e di se ne nga Tropoja themi ja u kam qa kryt me këtë muhabet. Po, është e kuptueshme. Është e kuptueshme. Por, pa diskutim, tani do doja dhe nga informacion, po zihen atje dhe nuk dëgjoj mirë këtu. Po zihen akoma ndej? Po, dhe ju lutem rritini pak zërin këtu se ka shumë zhurmë ndej. Atëre, ChatGPT apo tituj portalesh? Portale vetëm rriteni pak zërin, ju lutem, sa ndej po bëhet nami. Portale, apo të shikoj që po bëhet, se janë ngritur në këmbë, nuk e kuptoj. Atëherë, do më lini një sekundë shkoj ta qetësoj situatën, nuk më duket normale. Po të provokon që t'i gjuash, që dalësh. Kur njët, unë e mi gjujt këti akë, kur njët. Kur njët, kur se arrinat. Miu, po ikë. Atëherë, ferma. Ferma. Ikë mëre. Ferma. Që vret femra. Ikë mëre lemra hatë kosta se e di vetë që bëj me miushin, une. Ti kujto se po nuk vreti me femra. Re, se veti ke zgjith. Veti ke nominoj ti. Nominoj krejt. Je një maskara. Se kështu kemi nëzirë krejt. Bujaka. Miushi zona mëre. Ik mëre. Ik mëre. Ilir. Sfidat me këto lloj plagër, se t'ja bëj një njerëz. Po flisja fare. Qa është të qëre? Qëre që më kam bo mua e s'mani. Bujaka dhe Ilir, a ka mundësi ju lutem të qetësojni, jeni një transmetim të drejt për drejt. Po ju ndjekin me miliona. Asë një sfidë nuk e justifikon këtë sjellje. Epitetin e pare fillon ky Arban gjithmonë. Jo, ti e fillon. Ti e miu dhe do t'i marrë gjithë epitetet e mia nga mrava gjithë jetën. O Ilir, po më shumë se një maskara. Nuk ha. Ta tregoj unë qenin ty. Ju lutem, Ilir, qetësou. Më shumë se një herë kemi thënë, po kur fillon ky këtu, ky që kujton se lun rugby me femrat dhe ofendon, do t'i marrë një qenjë nga mua Arbana. Ti i ke nominu. Nuk m'intereson fare qa rregulla shka kjo gjë. Po, jo, Ilir, duhet të t'interesojnë Jo, rregullat nuk patjetër. m'intereson, se derisa ofendon do t'a marri. Mos e nervoza, re aty. Nervoz je ti.
Ti je nervoz, Vazhdo fol. Një sekond, ju lutem. Unë besoj që më shumë se sa njerë publiku ka treguar se i merë vetë vendimet për ata që ofendojnë, që fyen, që bullizojnë. Publiku shpesher nuk di t'i gjoj Arbana. Në momentin e dur dhe njeri unë e dur. Po, ti më ke thonë puth burra, ti ke thonë një në fustanil, tu puth pasqyrave në banjo, për ato fjollë që i thu ti, po ik më e qëfar puth një ty, mëre, mos e si shembuj. Ik më e qa shenja sheti, se ke edhe me mjekër Kosovarti. Qa shenja sheti. Ti e ofendus. Ju lutem. A ka mundësi të shqetësojni dhe a ka mundësi të bëjnë gratë atë që din të bëjnë më mirë, kur burat shmënden të shqetësojnë? Arbana, Po moza. sportet në gjithë botën janë të ndara, moj motër, burrat, kur nuk luajnë futboll me gratë, as basketball s'luajnë. Të ndajnë këto skuadra, sepse... Doshta ka një arsye, moza, pse nuk janë darë skuadra. 8 votime, moza, ka dole se shumë dhe ti po të kuptoj, 8 votime i kumë posële. Ta ka ndosht me më qumu, se s'pedi Ti ku s'kom kupton një gjë, ti je sportist o vlla, ajo tjetra mund mos jetë sportiste, ajo ishi 100 kile, gratë, femrat duhet luajnë bashk, burrat dhe da bëjnë sfidën veçantë. Po se bojnë këta, se këta e ka numinu gratë. Po si ka numenu a i orat? Unë po kërkoj gjë tjetër, Jaka, nuk po kërkoj të që thua mua. Se kuj bën një minimet një ofë për para me ty. Unë bëj nominimet. Mi kini bën 8 vota. Ti për mund të ishe jashtë me shko. Ti mos përmen i këthojnë, mos falë Ju lutem se Meriton ti të rishko. ky diskutim po bëhet i shëmtuar. Po të ishte një diskutim nga i cili po kuptonim diçka do ta baja deri në orën 5 mëngjesit, por realisht nuk po kuptohet asgjë përveç të ofendimeve tuaja. Qetësohuni dhe mund flasim me qetësi. Shkojmë prapë tek Agaj. Shkojmë tek Agaj, ju lutem. Atëherë ju kërkoj ndjes për ndërprerjen. Rikthehemi edhe një herë. Avantazhin, po. Më falë që të ndërpres. Po. E di edhe e vlerësoj shumë avantazhin, jashtë mase shumë. Kërkesën time për këta avantazhe kam bërë në një pikë timen emocionale që nuk më kishin ndodhur disa gjëra këtu brenda. Në këtë moment mendoj dhënë edhe normalisht faktin që jam në nominim, që nëse marrë ndonjë çfarë do lloj ndikimi nga jashtë, qoftë pozitiv ose negativ, nuk e di sa do të më ndikonte në gjendjen time këtu brenda. E kuptoj. Dhe dëshiron që të jesh e qetë, mos e marrësh. E kuptova. Nëse është okej për ju. Patjetër. Zgjedhja jote. Kjo ka qenë kërkesa juaj, por kërkesat ndryshojnë, perceptimet ndryshojnë. Soni, je dhe ti të njëjtit mendim, apo ti dëshiron të dish akoma? Dhe desha nga shoqja ime ngushtë, nuk e di pse më përzihet në nga portale. shoqja ngushtë. Ajo mi elaboron një çik, mi e piçik më të amortizuara. Shoqjen e ngushtë nuk e kam, po deshe kam Arminën, Angelin, Ermalin. Nëse mund të të ndihmoj. Duhet të zgjedh nga këta. Nëse do. Po, patjetër, kush të doj, patjetër. Një informacion nga jashtë personin. Angel. Varet që do të disone, varet se qëfar kërkon ajo konkretisht të di. Si shihet ajo nga jashtë? Unë do kisha zgjedh një nga ato opcionet që i dha t'juve, se besoj i keni... Po, i thash, portalet. Do portalet. I do portalet. Po. Okej, mirë, në rregull. Atëherë, duhet dalë Vanessa jashtë. Okej. Dhe Romiri, dhe të qëndroj vetëm Soni. Atëherë, Soni tani do të shoh, Romir, do të shoh titujt e portaleve, mediave që kanë shkruar për të që pas hyrjes tek ferma. Je gati? Ja, vetëm të mbyll pak derën se shumë zhurmë. Më fal. Vazhdon akoma rëmuj ande? Po e mbyll. Po, shumë jashtë mase, sa aq sa s'po dëgjoj asgjë. Po. Okej. Ja të shoh më qartë. Okej, Son. Pra, ti e merr me mend, e di se si funksionon reality, hyn aty brenda dhe pastaj jashtë bëhet një zhurmë e madhe. Imagjino që unë nuk këse jam që bëj namin, se unë e di që nuk këse jam aq aktiv sa të tjerët. E ke kuptuar që nuk je aq aktive sa të tjerët? Po, unë e bëj me vetdije çdo gjë. Nuk është se
Okej. Nuk dua të lë ndonjë llok më këtu, kështu që... Okej. Po mirë, po për këtë situatën e sfidës sot, u ndjeve keq, u ndjeve mirë, çfarë Wow, ndodhi? qa kemi parë aty, do më thonë, Blerina që u lëriste, Sara që u godit, një dhunë, do më thonë, unë kisha ngel dhe unë do betojmë që se ka sfida tila, marrë valigjet, iki në shpi, Sana e Salva, si i thonë, edhe... Jo, kështu jo. Ishin gosa duke u lëritur. Dhe normalisht nuk mund të maten, do më thënë, me fuqina ati a i fute bjerë. E kuptoj. Okej, jemi gati me klipin, ta shohim, edhe pastaj më thuaj se çfarë mendimi ke. Po. Kam thonë, nuk kam qaj gjithë natën për ty? Kam ironizuar unë? Jo, në mënyrë absolute jo. As këto blen dy roba firmato, s'kur se kam thënë. Kur. Se di se nga pas kanë dalë këto. Janë të shpikura, mos kanë qenë për 1 prill. Këto janë titujt e portaleve për ty pas fermës, pas hyrjes në fermë. Po që pas kanë futur kod, do më thonë, kam qarë gjithë natën për ty, ironia e sonit. E pse duhet bëja unë ironi? Unë jam mërzitur realisht kur ka dalë Jonida. Edhe s'bëj ironi kur me këto gjëra, plus që të them ka blerë 2 roba firmato, s'jam mas tipi që i them këto gjëra. Jo, s'jam të vërteta fare. Okej. Këto janë? Këto janë. Okej. Këto janë. Je i qetë? Po, edhe nuk besoj, do më thënë që mund ta ke thënë edhe Jonida në përklabe, se s'është puna, unë kam bërë në sheshin Skënderbej, kam bërë koncerte, recitale në Pallatin e Kongreseve, tek amfiteatri, e tjerë, nuk e edhe atë këtë se besoj. Okej. Mirë. Mirë. Nuk të jam do të më shumë informacion se ka që e di që po pret që të them diçka, po nuk të them do të më shumë, se sa vetëm të tregoj këto titujt. Okej. Son, mund të kthehesh andi nga zhurma, të shkoj edhe unë, po të shoh qa bëhet. Hajde mi jep një dorë t'i qetësojmë, të lutem. Ore, unë boll mundohem jam bërë, më thoshe Gresa Miss Paqja. Miss Paqja, hajde Miss Paqja. Mjeta pas ka gjetur Miss Paqja. Hajde, si që ke bërë dhe shumë e bukur sote, shumë seksi. Hajde. Edhe më ka mujtë, vlo. Tash unë ja këmë bënë dorën për atë punë, tash ti qa ku me bo, vlo, jam. Tash, edhe forcën po ma meni unë e po dalë kejtë piktuit. Pasha zoti, dalë kejtë piktuit. Sinqerisht dalë kejtë piktuit. Nëse menojnë kështu me mi fitu sfidat, tu më nominu 8 veta, edhe tu më nume mi këthy video të kësi asi. Vazhdoni pra. Atëherë, do të vazhdojmë një tjetër sfidë, është sfida për buxhetin. Sfida për